Shkruan Arben Malaj. Ndërsa qytete si Parisi përgatiten për të përballuar valët e të nxehtit ekstrem përmes pyllëzimit urban dhe arkitekturës miqësore me mjedisin, betonizimi i shpejt në Vlorë dhe në Bregdetin shqiptar po krijon ishuj nxehtësie me pasoja afatgjatë. Betonizimi përballë sfidës klimatike. Pse po veprojmë kundër së ardhmes? Bota po investohet me vizion për të përballuar krizën klimatike pas 25 vitesh, ndërsa Shqipëria dhe veçanërisht Vlora po betonizohen me një ritëm alarmante të papërgjegjshëm. Pse zgjedhim të bëjmë të kundërtën e asaj që është urgjente dhe jetike? Pse mbetemi gjithmonë të fundit përballë sfidave mjedisore? Përpjekjet e qyteteve europiane, si modeli i Parisit, për të përballuar temperaturat deri në 50 gradë Celsius tregojnë pse strategjitë përshtatëse janë domosdoshmëri etike. Mbrojtja e shëndetit publik dhe mbijetesa, ulet vdekshmëria, krijimi i zonave të gjelbra dhe strehve të freskëta, parandalon goditjet në zemër dhe goditjet nga e nxehti gjatë valve mortale të nxehtit. Mbrohet frymarrja, reduktimi i nxehtësisë urbane ul nivelin e smogut, duke mbrojtur sistemin respirator, parandalimi i kolapsit të infrastrukturës urbane, qëndrueshmëri rrjetesh, temperaturat ekstreme dëmtojnë asfaltin, ujësjellësit dhe rrjetin elektrik, gjelbrimi garanton funksionimin e qytetit, luftimi i ishujve të nxehtësisë, zëvendësimi i betonit me sipërfaqe reflektuese dhe bimësi, ul mikroklimën e nxehtë urbane, mbrojtja ekonomike dhe siguria e të ardhmes, ulje kostosh afatgjata, investimi i sotëm në infrastrukturë rezistente, kushton shumë më pak se riparimi i dëmeve të nesërme klimatike, eficiencë energjetike, ndërtesat e përshtatura kërkojnë më pak ftohje artificiale, duke ulur faturat e energjisë dhe ngarkesën në rrjet.